tani do të shkojmë në Tuzë. Rikthehemi edhe një herë në Tuzë, sepse para disa puntatash patëm vërtet një kartolinë shumë të bukur nga Tuzi, patëm edhe një këngëtar shumë të mirë nga Tuzi, kështu që rikthehemi edhe një herë atje, këtë herë me një shkrimtar tepër të talentuar. Mark Pashku Lugxonaj na ka përcjell urimet e tij përmes kësaj kartoline. Përshëndetje Noela, përshëndetje të gjithë teleshikuesve të TV1 Channel. Viti 2025 po përfundon me shumë sfida, me shumë problematika, me shumë halle. Në shqiptarët jem një kombi cili kem ba progres sa do kudo. Në viteve të fundit, them dekadën e fundit, në raport edhe me politikën, ekonominë dhe gjitha, nuk mund të them se ishte një vit i kënaqshëm, nuk mund të them se kemi ecë aq sa kemi nevojë për të avancuar, sepse kemi ngelur shumë mrapa, kemi humbur shumë vite në të kalurën tonë, mirë po progres gjithsesi ka, si të shqiptarët në Malëzi, si të shqiptarët në Shqipëri dhe kudo që ata jetojnë. Në vitin 2026, ju uroj të gjithëve shëndet, mirë kuptim mbi të gjitha, ju uroj vetëdisim për çdo gjë, sepse te vetëdisimi fillon edhe liria, te liria qëndron çdo gjë. Andaj nga shqiptarët e Malëzi, nga unë personalisht, urime, festat e fundvitit, urime, kështellat, Krishtlindjet dhe vitin e ri, viti 2026 qoftë vit i shëndetit, vit i mirëkuptimit dhe mbi të gjitha uroj që shqiptarët të mos kenë nevojë më të ikin dhe të largohen në të lënë adhleun e tyre për të gjetur një copë jetë më të mirë. Urime dhe gëzuar.